Gropa e zezë e tenderve është Shqipëri. Së parat publike shpërdorohen në llogarit të klientelizmit politik. Tirana, për vite me radhë, tenderet publik në Shqipëri janë shndërruar nga një mjet ligjor për zhvillim ekonomik në një mekanizëm abuzimi, mbyllje konkurrencash dhe kanalizimi të parave publike drejt klientëve politik, duke krijuar atë që analistët dhe kritikët e qeverisë e pagëzojnë si gropën e zezë të tenderave. Nga skandalet historike të institucioneve shtetërore deri te hetimet e fundit të SPAK, rasti i fundit i llogarës e tregon qartë. Mungesa e transparencës, favorizimi i kompanive të preferuara dhe humbja e miliona eurove të taksapaguesve. Një llogara tunel, 190 milion euro në hetim. Një nga skandalet më shqetësuese është ai për tenderin e tunelit të llogarës, një projekt strategjik rrugor me vlerë rreth 190 milion euro. SPAK e ka ngritur këtë procedurë në një çështje penale për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tender, dhe ka kthyer në qendër të hetimit zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës, Belinda Balluku. Kritikët politik, si Gazmend Bardhi i PD, kanë deklaruar se rreth 50 milion euro janë zhdukur në këtë projekt dhe kërkojnë sqarime për mungesën e konkurrencës dhe favorizimin e një fituesi të caktuar të tenderit. 2. Të tjera procedura në akuzat të ngjashme. Hetimet dhe proceset gjyqësore të SPAK tregojnë se abuzimi me tenderet nuk është një rast i izoluar. Eviz Berberi, ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Arsh, dhe 21 persona të tjerë janë dërguar në gjykim për manipulim të tenderëve dhe dhënie të parregullt të kontratave për kompaninë e tij, duke krijuar fitime të paligjshme të miliona lekëve. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës, SPAK ka çuar në gjykim 29 persona për shpërdorim të tenderëve për punë që ishin planifikuar paraprakisht me fituesit e përzgjedhur, duke krijuar konkurrencë të rreme dhe çmime të fryera. Denoncimet publike kanë zbuluar tendera me vlerë 172 milion euro në Agjencinë e Komunikimit Akshi ku shërbimet janë blerë mbi çmimet e tregut dhe pa transparencë, duke ngjallur dyshime për interesa të fshehta dhe favorizime. 3. Akuzat për klientelizëm dhe favore për persona të afërt. Për te hetimeve, opozita ka shpërndar denoncime të forta për favore direkte nga qeverisja. Sipas PD, një kompani e lidhur me një biznesmen afër rrethit të Edi Ramës është përfitues mbi 50 milion eurosh në tendera, ndërsa antar të familjes së fituesve kanë nënshkruar dhe mbikëqyrur kontratat, një konflikt interesi që sfidon çdo standard të qartë prokurimi. Ka pasur denoncime edhe për shpërndarje tenderash ndaj të afërmve të politikanëve dhe klientëve politik, siç është akuzuar për dhënie parash milionësh e një djali në ligj të një ish deputeti socialist. Çka ngre shqetësime për kapjen e shtetit nga interesa private. 4. Përpjekjet reformuese dhe realiteti në terren. Qeveria, përmes zyrtarëve të lartë, ka deklaruar se po përpiqet të reformojë sistemin e prokurimit, duke hequr tenderet nga ministrit dhe duke përdorur blerje të përqendruara elektronike për të ulur mundësitë për abuzime. Megjithatë, kjo lëvizje është parë nga kritikët si një përpjekje simbolike, që nuk garanton transparencë reale, veçanërisht kur hetimet e SPAK dhe denoncimet e partive opozitare vazhdojnë të zbulohen për procedura të pastra vetëm në dokumente, por të dyshimta kur vinë te praktik. Konkluzion, tenderet, jo vetëm procedurë, por instrument klientelist. Faktet e dokumentuara nga hetimet e SPAK, denoncimet e opozitës dhe skandalet e shfaqura në institucione publike tregojnë një trend shqetësues. Tenderet publik shpesh nuk janë gara e lirë dhe e barabartë që synon shërbimin më të mirë për qytetarët, por mjet për rikthim të fondeve publike tek rrjetet e afërsisë politike, me pasoja direkte për buxhetin e shtetit dhe konkurrencën e ndershme në ekonomi. Në vend që të jenë mjet rritjeje dhe modernizimi, tenderet janë kthyer në gropën e zezë, ku taksat e shqiptarëve humbin për interesa të lidhura ngushtë me pushtetin. Vetëm një dukje transparente, llogaridhënie e fortë dhe hetime të pavarura mund të thonë nëse ky sistem do të reformohet vërtet, ose do të vazhdojë të gëltisë para publike për interesa private.